إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahun azza wa jalla lavdërojmë, ata falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje te Allahu azza wa jalla nga të këqijat e shpirteve dhe veprave tona, atë të cilën na udhëzon Allahu me urtësinë dhe mirësinë e tij nuk ka kush që humb, ndërsa atë të cilën e lën në humbje me drejtsinë e tij nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok. Dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut azza wa jall qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim se fjala më e drejtë dhe më e vërtetë është fjala e Allahut azza wa jall, ndërsa udhëzimi më i mirë dhe më i plotë është udhëzimi i pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa vepra më e keqe dhe më shëmtuar është ajo shpikura në fe, nga se çdo shpikje në fe është bidat risi, e çdo risi çon në humbje, e çdo humbje çon në zjarr të xhenemit. Allahu na mbrojt neve dhe juve prej tij. Vëllezër të nderuar, e këshilloj veten dhe juve që t'ja kem frikën e Allahut azza wa jall me një frikë sinqert, edhe mos vdesim ndryshe vetëm se duke qenë musliman, t'ja kem frikën e Allahut azza wa jall kudo që t'jemi, të pasojmë të keqen me të mirë, se e mira është në të keqen, mirë po edhe të silme me njerëz me një edukat dhe moral të lartë. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kaloi prej Mekës në Medinë, armiku i përbetuar i tij, edhe armiku i parë dhe më i prishur, ishin pikërisht këta që të janë sot të muslimanëve hebrejt, të cilët nuk lënën gur për lëvizur që të bëjnë kurtha edhe të shfaqin armiqsinë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej tyre ishte që të përhapnin dezinformata. E për këtyre dezinformatave ishtin se ne jahudit ju kemi bë sehire muslimanëve dhe s'kan mjë lind fëmijë më atyre. Edhe kaluan disa ditë, mos them disa javë, ndoshta edhe muaj, edhe më të vërtetë s'po lindin fëmijë për muslimanëve. Dhe sigurisht shqetësoi kjo punë. E pas kësaj kohe po lind muslimani i parë, Abdullah bin Zubair bin Awam, djali i Esmas dhe Zubairit, thjesht po ushton këtë Medinja me tekbir, shen gëzimi, e po tregon Esmaja, thot se e mora tanshim Abdullahun, edhe e qova te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe e mure e qitin në prehen, e mur një hurme edhe për typi edhe për shtrydhat langën e amël në gojen e Abdullahit, edhe boni dua për bereqet dhe mbarësi për Abdullahun, dhe u gëzuam thët ne muslimanët pa mas se kuptuam se trillimishte ajet të cënë e pretendonin jahudit se ne kanë bose hire e nuk kanë mina lindur fëmi. Vetëm të shkora zi po e të regoj se edhe tash mjekësia bashkohore, po sa lind fëmija, i japin glukozë sheqer. Ashtu siç i ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që gjënë e parë që ka fut gojnë Abdullahut,
ka qenë ai longu pasi që ka përtyp të asoj hurme. Kjo është mrekullia e Kuranit dhe Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që neve ne kemi ditur këto pa ardhur dhe për ne vërtetuar kjo shkenca bashkëkohore. Mirë, po kjo nuk është tema jonë. Ne do të flasim për një realitet tjetër, për një raport armiqësor që ka njeriu me shejtanin për atë ditë që e ka krijuar Allahu azza wa jalla njeriu në parë. Se shejtani e ka shfaq këtë armiqësi pa fije turpi dhe thjesht nuk zgjedh formë dhe metodë që më mundu njeriu me nështru që ai të adhuroj atë edhe të merr Zot përveç Allahut azza wa jalla. E mos andej këtë qëllim e realizon në forma të ndryshme. Njëra prej tyre është që thjesht i ofron njëri tjetrit shërbim. Shejtani i ofron shërbim insonit për me arrit disa qëllime, e njeriu e adhuron atë përveç Allahut azza wa jalla. Thjesht kënaqen njëri me tjetrin, ky e adhuron shejtanin, e shejtani i ofron shërbime të ndryshme, qoftë përfitime që ka mundësi me arrit, apo dëme që ka mundësi me i shkaktu dikuj. E kjo përthekohet apo përmbledhet në formën e asaj që nifet edhe në shariatin islam, mirë po edhe të njep si popull sehirja, magjia, që faktikisht njeriu i afrohet shejtanit me punë të pista që në këmbim të saj të ketë shërbime nga shejtani, që të arrin qëllimet e tij, ose përfitime materialet e tij, ose duke i bërë zarar dikujna, duke dëmtuar dikën në shëndetin e tina, në mendjen e tina, në zemrën e tina, mirë po përmes një rrugët fshet, se thjesht është veprim me shejtant, veprim me gjend të cilët nuk i shohen. Ama kjo thashe ka kostën e vetë, se nuk ka mundësi shejtani me ja afru këtë shërbim, vetëm se ai person, ai njeri është përly më mëkate të mëdhaja që shkojnë deri në kufër dhe në shirk, duke e shfaqur atë gabitshmërinë që për shejtanin është gjendje me bë çdo gjë. Edhe pra ti gjen ata që merren me sehire, edhe domethënë e gjujnë Kur'anin në për Allahu i nderoft në për WC, apo e shkelin me këmbët e tyre, kështu me radhë që me treguan formën më të mirë të mundshme sipas tyre, se realisht është si në hizmet shejtanit, e që mos andej shejtani me kon hizmet e tina, e që pe kësaj kuptohet se runë në Zot sihri është kufër, edhe me punu, edhe me mësu, edhe me bë dikujna, edhe me mësu dikujna, e kështu me radhë, nga se kështu na ka informuar Allahu në Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në sunetin e tina, ku ka thënë Allahu azza wa jall për jahudit, të cilët ja kanë kthyer shpinën të vratit, edhe thjesht kanë pasuar shejtanët, wattabi'u ma tatlu ash-shayatin ala mulki Sulejman, wa ma kafara Sulejman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nas as-sihr. Dhe ata i pasuan djajt, na çka jo diktuan ata në lidhje me mbretërinë e Sulejmanit. E nuk ka bë kufër Sulejmani, mirë po kanë bërë kufër shejtanët duke ja mësuar atyre sihrin. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka informuar për 7 mëkate shkatruese, ka thonë keni kujdes, largohuni jo 7 mëkateve shkatruese. Edhe ka përmendur shirkun, me i bërë tak dhe shok Allahut azza wa jall, sihrin, thjesht me bë magji dhe sehire, e ka përmend me për myt dikën edhe me vrat dikën pa gajri hak, e ka përmend me hongër, dhe më thonë kamatën, me hongër madhen një jetimit, me akthy shpinën armikut në vit frontit, dhe me akuzuar ato gratë të ndeshme të cilat janë të pastërt dhe nuk dinë asgjë prej asaj që i duke akuzuar. Këto janë 7 mëkate të shkatruese që na ka informuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po na ka informuar se një person i tillë, i cili theret me magji, ajo bosan magjistarëve dhe çka informojnë magjistarët. Edhe pse magjia thash dhe sehira është hak,
Mirë po rënët dhe atë që pretendojnë ata është e pavërtet. E në qofë se një besimtari beson aty në gjërave, i tillin nuk ku me hi në xhenet. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë 3 persona nuk kanë me hi në xhenet. Mudminu khamr, ai cili pin alkohol, edhe i dhonën pas alkoolit, edhe është i varur pas alkoolit. Ai cili i beson këtu në magjistarëve dhe sihirbazave, edhe ai cili është shkëpuc i lidhje farafisnore. Mirë po ka edhe në hadith tjetër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka treguar se ky person nuk ka hiç musliman. Ai cili beson në sene o gurzi, thjesht se ma prejti maca rrugën e kjo fshaj e keqe, ose dikuna i thot heki kujdes se ka ndodhë kjo komendon e taksirat, ose qet fall, ose dikush për të qet fall, ose bën sehire, ose dikush për të në shërbim tina bën sehire, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk janë prej neve, nuk janë musliman. Pe i tregoj gjithë to ajete hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me tregu shëmtin e kësaj vepre të keqe, e cila fatkeqësisht ka qenë edhe përpara. Njerëzit i kanë shfrytzu shejtanët për me arrit qëllimet e tyre dhe përfitimin e tyre apo me i bë zarar dikujna. Mirë po, zakonisht kur thjesht njerëzit largohen prej feje, largohen prej Allahut azza wa jall, për mbështetjes e tij, dhe thjesht gjon vën shejtanin në zemrën e tij, edhe në gjokset e tij, e njerëzve, ai fillon faktikisht me zgjeru mos andaj pushtetin e tina, që thjesht me i ofru shërbime njeriu, edhe me i bë keq tjetrit, edhe me nda burrin pe gruaje, edhe thjesht me dëmtu shëndetin e tina, edhe me prek domethënë shëndetin mental të tjetrit e kështu me radhë. Mirë po, dhe këtu është e vërtet, nga se pejgamberi dhe Allahu na ka informuar. Mirë po, njerëzit masanej fillojnë me krijuar një farë friket pa nevojshme prej sehires, so që çdo sen masanej e lidhen me sehire. Qofse thjesht ka problem me bashorte, thët sehire. Qofse ju vanohet pak martesja, thët sehire. Qofse ka nis një biznes, ka dështu, thët sehire. Qofse ka problem në më thonë studimin sehire. E kjo tash masandej është e teprume nga se nuk është dhe se në lidhën me sehire. Po sehiret jenë hak, magjia është hak, magjia është kufër, njerëzit e përdorin, e se dhe mos ku ka besim dopt, e njerëzit largohen për Allahut azza wa jalla dhe për namazit, thjesht aty aktiviteti tyre, ndikimi tyre është më i madh, mirë po jo çdo gjë është kontrollin e tyre. Jo çdo dështim joni lidhet me sehire. Se masanej kjo ka lënë kompleks, edhe masanej njerëzit fillojnë edhe me shkuar mas njerëzve të ndryshëm, me një besu të tonve, tulli far fallxhori, tulli far njeriu, tulli far ignoranti, besa nështë as kursen mo, as pasuri, as kursen vend ku me shkuar që ka me bo, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ka informuar se ai cili e pyet këtë fallxhim, veç me e pyet pej kurreshtjes, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 40 ditë namazit pranohet. Hiç mos më besua. Veç me thon hajt po shkova me një shok edhe veta. Pej kurrëshës ndoshta me dita pe thot vërtetën ajo. Veç kjo mendje me të shkuë, me boksi pyetje 40 ditë namazin nuk të pranohet. Po, ti duhet më fal, e ki farz më fal. Realisht nuk e ki domon obligim me bë kaza, ama namazin dhe shpërblimi për atë namazit nuk i për shaktim mëkati që e ke bë. Amaruna Zot me shku dhe me vet e me i besu asaj çka e thot ai, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ke bë kufër, e ka mohua që i ka zbritur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se Allahu dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me ka informuar se gajbin fshatën e din vetëm Allahu azza wa jall. E ti kur i beson këtyne besutnive ti personi, këtyne gënjesht ati personi, faktikisht e ke mohuar këtë vërtet që ta ka thonë Allahu azza wa jall, se të vërtet të gajbin e din vetëm Allahu azza wa jall. Pra thjesht duhet njeriu me kon një vëmendshëm dhe të nderuar. Thjesht mos më dhon hapësin jetën e vet këtyne personave që manipulojnë me neve. Ne dim shariatin islam se personi që merret me këtë punë, qofse ka shariate po shtet, faktikisht ai person ekzekutohet. E jo më na ardh, më na ushit këta njerëz edhe më na promovue edhe në për televizionet tona, edhe në për rrjetet sociale, edhe kështu me radhë, si ku me kon ata shpëtimtar të njerëzimit.
nga se vendin e kanë që ka thonë Omeri, darbetun bisejf, thjesht mja vhe kokën, qofse kish me pas shariat dhe kish me pas pushtet, jo unë zot në mënyrë individuale, po thjesht mja dit vendin meritor që e kanë këta persona, e mos me i lon këta njerëz me manipulue me kokat dhe mendjet tona, nga se njeriu që është besimtar, vëllezër të nderuar, duhet me ditë se në këtë gjithësi nuk ndodh asgjë pa lejen e Allahut azza wa jall. Ata jetën që e ceka për jahudit, e kur ka treguar Allahu azza wa jall se sehiri është hak, edhe kanë mundësi me pas dikim, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ, dhe mësojnë prej tyre atë çka do më thonë kanë mundësi me nda burrin pe gruaje. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, s'kanë mundësi me i bakujna zarar vetëm se me lejen e Allahut azza wa jall. Çdo gjë është në kontrollin e Allahut azza wa jall. Nuk kanë ata pushtet absolut që thjesht me ndikun jetat tona edhe me kontrollu jetat tona plotësisht, nga se çdo gjë është në dorën e Allahut azza wa jall. Edhe në qoftë se na ndodh në e keqe prej tyre, do të më ditë se Allahu i ka dhënë leje për një hikmet, një urësi që na nuk e dim, mirë, po çdo gjë është në vëzhgim dhe në kontrollin e Allahut azza wa jall. Mos mendu se ata kanë pushtet absolut dhe thjesht kontrollojnë çdo gjë në jetat tona, nga se thjesht ata janë të dopt. Ata do më thonë jenë të dopt. Inne kejde shejtani kene dhaifa, ka thonë Allah azza wa jall, kurthat e shejtonit janë të dopt. Wala yuflihu as-sahiru haythu ata, edhe s'ku me pas sukses kurse irbazi kudo që t'jeta i person. Mirë, po prej neve kërkohet vëllezër të nderuar që mi mbështet Allahut azza wa jall, mi mbështet atij i cili është i gjallë nuk vdes, i cili e ka çdo gjë në dorën e tij, edhe dobin ton, edhe domin ton, ai i cili na ka kriju neve edhe ta, që thjesht kanë mundësi me na bën ndonjë zarar, është për shkak se Zoti ka dhënë leje, mirë, po çdo gjë e ka në dorë Allahu azza wa jall, nga se shejtani është i dopt, e si mos me ka një dopt kur shejtani nuk e din të fshehtën, nuk e din gajbin, edhe pse e pretendoj një gjatë të tillë. A se keni dëgjuar rastin e Sulejmanit, i cili ka pasur kontroll e gjend dhe kanë punuar për të. Ka thënë Allahu azza wa jall se ka vdekur Sulejmani, edhe se kanë marrë vesh hiç e gjend që ka vdekur, derisa një insekt ja ka hangër shkopin edhe ka ra dhe kuptu që ka vdekur. Se sikur të kishin ditë, domethënë ata që ka vdekur, qysh pretendojnë se e din fshehtën, s'kishin pas nevojë me met, domethënë halen kontrollën edhe në mundin e hjekën duke i zbatuar dhunës së Sulejmanit. Mirë, po na ka informuar edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se nuk ka mundësi shejtani me hinë në shtëpi e cila mbyllet. Pra të ka në hadith vërtet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që kur don me përëndu dielli që i them në vaksëz, merrni fëmijët e shtini mrena se në atë kohë shpërndan shejtanët. E pasi të kalon kjo kohë prish punë, edhe me lanë me dalë. Edhe pse s'është mirë me dalë në atë kohë hiç, vetë ku shko zor, se nata është për me flajt, edhe thjesht me koni pushushën për nesër. Mirë, po nëse ka nevojë, pasi të kalon kjo kohë prish me dalë, prish punë me dalë. Edhe thjesht me mbyll derën edhe me bë dhikr me përmend Allahun azza wa jall, nga se shejtani nuk ka mundësi me hapa derë e cila mbyllet me përmendjen e Allahut azza wa jall. Pra ne i themi çdo njeriu që të nderuar, përmirësoj raportet tënda tua me Allahun azza wa jall. Lidhëm me Allahun azza wa jall. Përmende shumë Allahun azza wa jall, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka informuar se përmendja e Allahut azza wa jall është fortifikat që mbron prej çdo shejtanit. Ai qoftë shejtan njeri apo e gjin. Nga se kështu të ka thonë se shembulli i atij i cili përmendën Allahun azza wa jall është si shembulli i atij personit i cili ka dalë dhe pe mjek një armik, edhe e gjen një fortifikat, një kështjell, edhe aty domethënë pozicionohet për më urujt prej shejtanit. Thot kështu të shembulli i atij i cili përmendën Allahun azza wa jall, thjesht është mbrojtur dhe fortifikuar në kështjell të fortë që nuk ka mundësi me i depërtuar edhe me i afruar shejtani atina. E pej dhikrit më të mirë dhe të nderuar është që njeriu me përmendë Allahun azza wa jall në dhikrin e mëngjesit, e dhikrin e mbrëmjes, e dhikrin e xhumit, e mos me ra pa thonë ajetul kursin, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se ai cili e thot ajetul kursin para se me ra me fjet, Allahu azza wa jall ja çon me laçi me ruj derisa të zgjohet, e me ra me thonë duke thonë kul huwallahu 3 herë,
e kul a'udhu birabbil falaq 3 herë, e kul a'udhu birabbin nas 3 herë, mirë po gjithmonë duke pasur bindje se këto janë sebepe e Allahu azza wa jalla është ai i cili i mbron. E lutem Allahun azza wa jalla që të pakson sherrin e këtyre shejtanëve, e këtyre sehirbazave, të cilët manipulojnë me mendet e njerëzve, e neve të na shton bindjen në Allahun azza wa jalla lidhur me ta, ati mbështetim ati me një mbështetje të sinqertë. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. Vëllezër të nderuar, do të ndroj pak temë nga se realisht kemi afruar Kurban Bajramit, kemi afruar 10 ditëve të Dhulhijhes, 10 ditëve më të mira të vitit, për të cilat do të flasim edhe në gjumon e ardhshme nëse Zoti na jep ymër. Mirë po, vetëm si për kujtim, pasi që pas 2-3 dite do të him këto 10 ditë të Dhulhijhes. Me përkujtu se ditë më të mira të vitit janë këto ditë. S'ka vepër më të mirë që bëhet se ato vepra që bëhen këto 10 ditë. Edhe është pyetur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a edhe xhihadi nuk është më i mira, lufta në rrugën e Allahut azza wa jalla nuk është më e mirë se këto vepra që bëhen këto ditë? Ka thonë as xhihadi nuk është përveç një xhihad, një luftë e cila njeriu del me trupin dhe pasurinë e tij, edhe nuk kthehet i gjallë dhe asgjë në shpinën e tij. Po thjesht ky ka mundësi mjatë i kalu, për ndryshe nuk ka vepër më të mirë se ato vepra që bëhen këto 10 ditë. Pra njeriu është mirë që Allahu pasi që na i kalon këto mundësi, që thjesht merri për tri imonin, me shtu vendeshmërinë, që thjesht me kon këto 10 ditë stimuluese që mu pendu dhe mu kthy te Allahu azza xal. E veprat më të mira s'ka dyshim se këto 10 ditë është haxhi. Që realisht edhe neve i përcjellim këtë ditë haxhit ton për me shku në ato vende. Allahu ja mundsoft me shku ashtu siç është më smjeti, me kalu mirë, Allahu azza xal më u pranu. Edhe ne në xhamin tonë kemi një 5 haxhi, dhe më thonë që shkojnë në këtë haxh. E thjesht kisha pas qef vetëm me i këshillu me 3 porësi. E para të jenë sinqert në shkurën e tyre në haxh. Në haxh nuk shkohet me i thonë kërkush kërkuj në haxhi, u kthy haxhi, u bo haxhi e kështu me radhë. Njeriu kur shkon në haxh, shkon vetëm për Allahun azza wa jall. Nuk shkon njeriu haxhi se ka moshën, nuk shkon njeriu haxhi se më ka çu djemt, po shkon haxhi se ka thirr Allahu azza wa jall. Kjo është e para. E dyta, këshilla e dytë për ta është që thjesht njeriu të le të kupton haxhin si një mundësi për mirësimi që këtë ajo që ka kaluar, Allahu azza wa jall po të jap një shans dytë që thjesht me kry haxhin ashtu siç duhet, edhe mu kthy pastër prej mëkateve si ashtu që të ka lindur nëna ditë pa mëkate. Pra thjesht shfrytëzo këtë shans që me kry haxhin ashtu siç është më smjeti, që mu kthye pa mëkate se atë ditë që na ka lindur nëna. Edhe porosia e tretë për ta është që të kenë sabër, nga se realisht është domethënë një ritual ku mbledhen me atë tepër se 2-3 milion njerëz në vend, edhe kultura edhe mendime të ndryshme që pa sabër nuk ka mundësi më të i kalu situata. Kjo këshill e shpejt për ta, dërsa për neve, sidomos ata që kanë ndërmend me prej kurban, është mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka kërkuar që ai cili ka mundësi materiale me prej kurban, e që sipas mendimit më saktë është domethënë vajib me prej kurban ai cili ka mundësi, që mundësisht para se me ardhë 10 ditë, që thashim edhe 2-3 ditë në pyetje, që thjesht ti shkurton flakt, të rregullon mësteqet, ti pren thaj, të pastrohet, se pasi që ti këto 10 ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë që nuk bën me marr mo as pejkimeve, as prej thajve e kështu me radhë. Allahu azza wa jall ja pranoft tyne që shkojnë haxhin, e juve që keni bën jetë me prej kurbanin, e lutem Allahun azza wa jall që të presëm këto 10 ditë, e të shfrytëzojmë me adhurime e me ibadete. E lutem Allahun azza wa jall që të na fal neve, të fal prindërit tonë, të fal këtë musliman në përgjithësi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.